Do të thënë është krejt e natyrshme që aty disa deputetëve është më mirë, do të thënë, të mos u kthesh përgjigje. Edhe këtë e kam si sugjerim për të dy krahët, por kryesisht për opozitën, që nuk meritojnë që të kthesh përgjigje për shkak të disnivelit. Dëmtojnë veten nëse futen në replika. Ajo çfarë pash sot dhe një farë mënyre më pëlqeu në një pjesë në parlament është që kisha kohë pa dëgjuar një interpelancë me një ministër për një çështje konkrete. Dhe ndoqa pothuajse të gjithë interpelancën dhe të jarin të kuptosh dy gjëra, që këto janë instrumentat parlamentar që duhet të jenë në veprim. Pra, që duhet i përdor më shpesh, më dëndër opozita dhe është detyrim kushtetues i qeverisë që të dalin në parlament për çështje konkrete. Interpelancat, seanca e pyetjeve, komisionet hetimore parlamentare, pra këto janë gjërat me të cilat do duhet merret parlamenti në mënyrë që të përmirësohet diçka, çfarë mund të përmirësohet. Shohim që zakonisht kur ti dëgjon përfaqësues të qeverisë duket që janë divorcuar nga realiteti. Thonë gjëra që, do të thënë, sloganet pa kuptimta edhe që fyejnë edhe ndërgjegjet më edhe fëmijënore. Pjesa e debatit që flitej nuk është kaq e thjeshtë, ose nuk e shoh kaq të thjeshtë këtë që SBA-ja dhe, do të thënë, s'kemi zgjidhje tjetër, sepse i vjen një moment që ti duke u afruar sa më shumë të afrohesh me BE-n, ti ta kesh realisht sfidë. Linjizimin me politikën e jashtme. E do të jetë shumë në siklet. Nuk po Kosova ka pak më komode sepse si thosh është bije direkte e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse do t'i vijë ditë. Po a ka politikë jashtme BE-s? Ne shohim presionin, do të thënë edhe kur vin europarlamentar këtu, edhe kur është raporti vjetor i Komisionit Evropian që shikohet linjizimi i politikës jashtme të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe deri tani kanë qenë, do të thënë, nga 34 kapitujt, vetëm 2 kapituj me ngjyrën jeshile, pra kaluese, ka qenë linjizimi i politikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk është thjesht çështja me këtë, si thua, riformatimin e ri, por kemi pas çështjen e Izraelit, çështjen e Gazës, votimin në Këshillin e Sigurimit, që ti të duhet të mbash qëndrim. Por na mungon ajo që tha afrimi, na mungon debati afatgjatë. Këtu debati më afatgjatë është maksimumi që edhe ky s'ndodh është 2 vjet. Pra deri në 2 vjet se vin cikli zgjedhor, zgjedhje lokale ose zgjedhjeve të përgjithshme. Dhe ky debat pastaj shkon gjysmën për zgjedhjet, pra pse nuk në nivel vendor në zgjedhjet në rregull, por një debat, do të thënë, okay, në këtë mjedis të ri, me një situatë risku të rritur, çfarë do bëj Kosova dhe Shqipëria? Do të thënë, çfarë do bëj Kosova dhe Shqipëria në 10 vitet e ardhshme, në 20 vitet e ardhshme, në 30 vitet e ardhshme. Janë tema të cilat pastaj janë të një niveli. Jo, këta janë nivelit që duhet të diskutohen në vendimarrje. Kemi ligj. A do duhet Shqipëria, a do duhet Shqipëria të bëj të rikthimin e ushtrisë, shërbimin detyrueshëm ushtarak. Këtu ka rol pastaj edhe Akademia e Shkencave në shumë tema të mëdha. Akademia e Shkencave mirë ta lëm në atë qetësinë e vet, domethënë mos ta luajmë, por domethënë janë gjëra që do duhet të diskutohen. Domethënë si është e mundur që të jetë më kompatibël Shqipëria me Kosovën? Janë vishni që se mund ta harroj se Covidi më ka lënë pak me pasojë. Tek çështja e memorjes, më ndodh shpesh i harroj gjërat. Po jam i sinqert te kjo pjesë. Të paktën vetëm shkrimet mos i Jo. Se aty paktën t'japi një efekt akoma më pozitiv. Unë pajtohem me profesorin se Gjermania është motor. Por njëjtën kohë do të më thonë se ka dhe qasje elitiste. Shit që kanë bërë në Ukrainë. Në kancelaritë e Evropës ka një farë ide që vendet tona janë një farë hapësire ku mund të bësh eksperimente si brainstorming që bëhet në OJC. Edhe tash stimulohen gjëra, cilat janë të mundshme në një shoqëri e cila ka një traditë theksuar demokratike. Që ato gjëra janë krejt normale në Gjermani apo në Francë. Tentuan mi bën në Ukrainë, çka bën
vetëm e destabilizu në Ukrajinën, nuk prodhoi rezultate luftës kundër korrupsionit, u thy besimin shtetin, edhe ju dhanë argumente Putinit, e ke gjithat artikull të Foreign Affairs. Është një artikull se si, kjo qasje elitiste. Tash, sot është kryeministri Rama në pushtet, nesër mund t'jenë ju, por ne nuk duhet t'i vizatojmë disa vijat kuqe, që demokracia në Shqipëri, përfshi edhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duhet të ngjizet nga brenda, duhet avash, nuk mund bëhet kjo duke e ngut procesin, sepse atëherë operacioni i suksesshëm për pacienti vdiq.